Një video e re që tregon veprimet e abuzimit me detyrën dhe braktisjen e shërbimit të sigurisë së punonjësve të aeroportit Nën Tereza në momentin kur grabiten gati 1 milion euro, tregon se jo të gjithë shërbimet e sigurisë së kompanisë ICTS Albania kanë qenë në detyrë. Video e re tashmë është administruar në dosje si provë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila do përdoret në gjykatë për të provuar akuzën e shpërdorimit të detyrës, si disa prej punonjësve të arrestuar për këtë çështje. Në pamjet filmike, 2 nga punonjësit e sigurisë së pistës së Rinasit, vetëm pak minuta përpara se të hynte makina e kuqe e grabitësve, janë larguar nga shërbimi. Nga verifikimi me imtësi këtyre pamjeve filmike, punonjësit e sigurisë kthehen sërish në shërbim, por në duar mbanin një qese në të cilën kishin futur byrek. Një fakt i tillë është pranuar dhe nga marrja në pyetje e këtyre punonjësve, të cilët kanë pranuar se janë larguar nga shërbimi pasi ishin larguar të blinin diçka për të ngrënë për shkak të orarit të drekës. Mirë po, pikërisht në këtë kohë, grabitësit kanë thyer Chelsin e njërës prej dyerve të pistës së Rinasit dhe më pas kanë deportuar në brendësi të saj, duke shkuar pikërisht në vendin ku ndodheshin 2 furgon me para. Vetëm nga njëri prej tyre është grabitur sasia e parave prej 995.000 euro, ndërkohë që furgoni tjetër nuk është mundur të grabitet, kjo për shkak se nuk ka qenë i hapur. Fakti pse furgoni ku grabitësit mësyn në fillim për të grabitur nuk është arritur të hapet prej tyre, ka qenë sepse shoferi i këtij automjeti ka pikasur pak më parë personat e armatosur që ishin futur në pistë. Për të shpëtuar kokën e tij, shoferi është fshehur poshtë furgonit, duke mos i dhënë mundësi dhe kohë grabitësve që të merren me të.